për të bërë një bisedë të shkurtër me drejtorin e shkollës teknike, zotri Anton Qeta. Herë kaq kishim nga kjo lidhje direkte, ju ftojmë të qëndroni me emisionin, konkretisht televizionin TV1. Ajo që ka vlen të përmandet është se me kohë në shkollën ofër nesh këtu në qendër të Mitrovicës së Jugut, Andon Qako, më falni. Para orës 6:30, ekipet e televizionit TV1 u pozicionua në qendra të ndryshme në territorin e Kosovës. 14 ekipe të gazetarëve së bashku me kameramanët përcollën gjithë procesin zgjedhor nga Peja në Kamenic, nga Dragashi në Mitrovicë të Veriut e në çdo cep të vendit. Për më shumë se 16 orë, në transmetim të drejt për drejt, ata sollën detaje nga qytete e fshatra të ndryshme të Kosovës. Kjo mundësua edhe nga puna e palodhshme e stafit teknik brenda dhe jashtë objektit të TV1. TV1 me ekipet e saj është në çdo cep. Lidhjet e para nisën nga qendrat e votimit në Prishtinë, Fushë Kosovë, Drenas, Podujev, Mitrovicë e Veriut e ajo e Jugut, Gjilan, Hani i Elezit, Pej, Gjakov, Prizren, për të vazhduar pastaj në qytetet e tjera. Po, përshëndetje Blendi për ju në studio dhe gjithë. Donse djela ishte ditë pushimi, një pjesë e qytetarëve edhe këtë ditë punuan. E gazetarët e TV1 përcollën atmosferën në ditën e zgjedhjeve edhe në vendet larg qendrave të votimit. Po Blendi atëherë, po besoj që qaj për pasqyron edhe vendodhjen time, jam në një qajtore. Ngritja e temperaturave bëri që shumë qytetarë të shijojnë ditën me diell. E disponimi në ditën e zgjedhjeve për të votuar e përcollën ekipet e televizionit. Po, Dori, ashtu si që thatë edhe ju. Mbulimi i zgjedhjeve nga ekipet të shumta të gazetarëve, solli edhe nga Teresa. Nga Drenasi do të shkojmë në Ferizaj, atje kemi gazetaren Florieta Dërnjani. Në fakt, po lajmërohem nga komuna kufitare Hanit e Elezit, këtu nga qendra më e madhe votimit. Përshëndetje zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në këtë vazhdim të E gjatë raportimit të drejt për drejt për më shumë se 16 orë, gazetarët patën edhe disa të lashe. Pra, kjo është vetëm fillimi, do të vazhdojmë të japim informacione tjera lidhur me procesin zgjedhor. Procesin zgjedhor dhe do sjellim tek ju detajet e fundit nga këto dy komuna. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, atë linja është për ju në studio. Dita maratonike solli edhe lapsuse. Për të bërë një bisedë të shkurtër me drejtorin e shkollës teknike, zotri Anton Qeta. Herë kaq kishim nga kjo lidhje direkte, ju ftojmë të qëndroni me emisionin, konkretisht televizionin TV1. Ajo që ka vlen të përmandet është se me kohë në shkollën ofër nesh këtu në qendër të Mitrovicës së Jugut, Andon Qako, më falni. Transmitimi drejt për drejt bëri që gazetarët në orët e fundit të ishin më të lodhur, e disa edhe kishin të ftohtë. Gjithmonë jemi pak më të lodhur, po besoj na falet. Gjata, Rig, mirë mbrëma. Është po në ardhë. Duke se Riga po në është ftoft, jemi në sezon vjeshtë, dimri, afër. Raportimet e tyre përfunduan nga atmosfera festive në orët e vona të së dielës në qytetet e ndryshme të Kosovës. E për argëtimin e qytetarëve në periudha të ndryshme të ditës u përkujdesen aktorët e logjikonomisë. Kom zo'n staat 2 vota në gjep, hazard vatume.